Në heshtjen e Himalajas, ku meditimi është pjesë e jetës, njeriu ndalon dhe fillon të dëgjojë veten. Në Himalaje, qetësia nuk gjendit, ajo krijohet brenda nesh. Himalajet, një varg malor që shtrihet përmbi 2400 kilometra, duke lidhur disa nga vendet më të larta në botë dhe duke mbajtur majën më të lartë, Everestin. Meditimi nuk të çon në maj, ai të çon brenda vetes. Në heshtje, larg botës, ai ulet dhe merr frymë. Në atë moment, gjithçka ndalon dhe vetëm qetësia mbetet. Edhe rreziku bëhet paqe kur kuptohet. I lodhur nga pesha e jetës, njeriu ndalon. Në qetësi, ai nuk kërkon rrugën jashtë, por atë brenda vetes. Meditimi nuk është i komplikuar. Fillon me një pozicion të qetë dhe një frymë të ngadalt. Mendimet lihen të kalojnë, pa u ndalur te këto. Natyra dëgjohet dhe trupi qetësohet. Në këtë moment, njeriu thjesht është. Meditimi nuk ndryshon botën, por mënyrën si e përjetojmë atë.
Ai qetëson mendjen, ul stresin dhe sjell ndjesi paqeje brenda njeriut. Në Himalaje, jeta është e thjeshtë, por e thellë. Himalajet nuk janë vetëm male. Ato ndryshojnë klimën, trupin e njeriut dhe mënyrën si ai mendon. Një vend ku natyra dhe vetja takohen. Në Himalaje, jeta është e thjeshtë, por e vërtet. Në Himalaje, mbijetesa vjen nga gjërat më të thjeshta, zjarri, ushqimi dhe natyra. Por mbi të gjitha, forca e njeriut për të vazhduar. Ku ajri bëhet i rrallë dhe çdo hap kërkon forcë. Alpinistët sfidojnë kufijtë e njeriut, jo vetëm për të arritur majën, por për të provuar veten. Në Himalaje, çdo hap është një sfidë. Këtu, natyra nuk fal, dhe për disa, kjo rrugë bëhet e fundit. -30 gradë dhe çdo sekond bëhet një provë. Trupi dridhet, por mendja qëndron. Kjo nuk është vetëm rezistencë, është disiplinë, është kontroll, është përtej kufive të zakonshëm. I ftohti sulmon trupin, por meditimi mbron mendjen. Në këtë betejë të heshtur, fiton ai që kontrollon veten. Në majat e Himalajas, ku natyra është e ashpër dhe qetësia është e thellë, njeriu përballet me vetveten. Nga i ftohti ekstrem te heshtja e meditimit, ai mëson një të vërtet të thjeshtë. Forca nuk vjen nga jashtë, por nga brenda. Dhe ndoshta, udhëtimi më i madh nuk është drejt majave të botës, por drejt vetes.